do më thënë, përveç punës që e bëni në shëndetësi në Gjermani, ju jeni edhe antar i ansamblit Dardanët. Sa po mundesh me adalë, sepse dhe atje nuk është e lehtë që të mbahen dy aktivitete? Është mjaft vështirë, për arsye është se përveç këtyne dy arsye që i cekët, është edhe pjesa e familjare, ku kërkon mjaft punë përgjithësi. Është mjaft vështirë, mirë po kur një sen duhet me shpirt, e vlerëson e çmon dhe e gjen edhe kohën për me adalt paktën mrena javës një herë apo dy herë. Po. Në fakt nuk po ju pyes për arsyet e shkuarit atje, me qenë se keni shkuar shumë më vonë, do doja të di se sa keni arritur të ambientoheni në shtetin Gjerman. Me thënë drejtën, me u ambientu atje Sa kohë të është dashur ose? Është çështje pak, po flas për vete, unë jam rrit, jam pjek këtu, jam zhvillu këtu, edhe kam shku pasaj atje, pasi që jemi këtu në ambientet AB-s, kam studiu në AB, sa bukur. edhe kam shku atje, po them drejtën, nuk po du me u ambientu atje. Nuk po du me pas, si me them një atje, me po andra gjermanisht, ose me mendu gjermanisht. Unë po du shqip. Kështu që, po mos t'ishe qenë grupi, do t'ishe shumë e vështirë.